Okej. Shpresoj të keni mbajtur shënime. Pjesën e parë ishte duket. Po. E hapi Esmeraldo, po nuk e kam mbyllur asnjë, nuk e di se kur është mbyllur. Unë kam parë aty. Që ka qenë edhe unë e kam parë, po shpresoj që të jetë marrë plot. Ju kërkoj ndjes. Atëherë lam te pjesa çfarë po thoya për pjesën e kontentit. Po, ka momente që kur kërkojmë diçka specifike, nuk e gjejmë, nuk na del, qëllon që nuk na del, edhe ku më mirë nëse i ke save disa ide, sepse kur nuk kërkojmë na dalin idet. Gjatë gjithë kohës e vini re ju dalin ato video që doni, edhe thjesht bëjni save tek ai koleksioni i duhur ose tek ajo që ju e mbani për biznesin ose për brandin tuaj. Atëherë, si të zhvilloni brandin tuaj personal ose të biznesit, ose më mirë si ta optimizoni. Ju me sa po shoh më shumë jeni të interesuar për biznes, por gjithashtu edhe janë pak a shumë të njëjta, edhe nëse doni thjesht figurën tuaj ose imazhin tuaj si content creator në rastin tim që dua ta ndërtoj, ose ndoshta djali që merret me IT-n të ketë një informacione ndryshe për big data ose gjëra të reja rreth informatikës, është mirë që gjëja e parë që të bëni në secilën nga platformat, si nga Instagrami, si nga TikToku, LinkedIni, të vendosni një foto tërheqëse në profilin tënd. E pas kam harruar foto. Një foto tërheqëse në profilin tuaj. Domethënë, nëse keni shumë profesionale ose jepni kurse online ose digital marketer ose nuk e di, vendosni një foto që ju përshtatet këtij stili, këtij lloj stili. Nëse pastaj jeni pak më fani kështu nuk ka problem, po mirë është të jetë një foto tërheqëse, se edhe vetë fotoja tërheq. Pika e dytë është të shkruaj qartë në bio se çfarë ti bën dhe si ndihmon ato. Unë këtu do të marr pak rastin e faqes EduStation, ku ka vendosur të gjitha llojet e kurseve që ofron, ka vendosur edhe lokacionin. Kjo është faqja, mos harroni ta bëni follow, me që më erdhi rasti. Okej. Domethënë shikoni sa mirë, domethënë ka vendosur gjithmonë këtu do të keni parasysh të vendosni username-in e plot dhe të mos ta ndryshoni, që pastaj më vonë të merrni atë blu tikun, se është shumë e rëndësishme edhe mos ta blini. Mbani gjithmonë këtë pjesën këtu të njëjtë me pjesën lart. Domethënë username-i me pjesën këtu do të jenë gjithmonë të njëjta, që më vonë kur të bëni atë kërkesën për blu tikun që t'ju jepet. Është mirë që të jeni sa më të qartë me gjërat që ofroni. Në këtë rast përmar EduStation, që ka të gjitha të shënuara në mënyrë të përmbledhur trajnimet që ofron. Ka shkruar trajnime të licencuara, ka shkruar informatik, digital marketing, kjo që po bëjmë ne, financë, kurse gjuhës që kanë gjermanisht, anglisht etj. Edhe kurse për maturën shtetërore, ka vendosur dhe lokacionin dhe në fund edhe website-in. EduStation pikale që është aty tek Instagrami ku është bio. Kjo është pjesa e bios. Kjo që po flas tani është gjithë pjesa e bios. Kjo këtu lart është username-i që ka accounti. Kjo këtu janë te bio. Okej. Tani nëse keni telefonin dorë, merreni edhe bëni edit diçka te bio. Çfarë mendoni që duhet rregulloni ose shikojeni pak, më kërkoni dhe sugjerime nëse keni nevojë. Bioja është më e rëndësishme sepse është reklama e parë ose ta them. Nuk ka problem, nuk është se vjen të re ajo pjesa. Ti besoj emër mbi emër me të madhe, ose nëse e ke, ku diun, nëse këta do e kishin EduStation të ndarë të dyja me të mëdha. Se këtu lart merren gjithmonë me të vogla, nëse keni parasysh. Unë e kam për shembull, po, është mirë ta shënosh, ja biles do të marr edhe unë profilin e një shoqë se më pyeti dje, t'ju ja tregoj tani, prit ku ta kërkoj. Do të shënoj profesionin. Po, emrin po dhe krahas emrit duhet të shënoj edhe profesionin që ka që t'i dalë përpara, nëse ajo është social media manager, si unë ose digital marketing, duhet ta shënoj social media manager, sepse kur e kërkojnë njerëzit, ka prioritet që t'i dalë më përpara dhe pse jo ta punësojnë për biznesin e tyre. Ja t'ju ja tregoj tani. Unë quhet Megan. Sun timin e kam vendosur pak më... Okej. Shikojni? Megan Andreu, social media manager. Edhe ju, nëse do keni... Okej. Nëse ju do keni profilin tuaj, doni të rrisni imazhin tuaj, brandin tuaj. Kjo Megan Andreu e ka shkruar te e para bio, te po, kjo këtu ku jam unë, është e para fare te bio. Dhe kjo e para fare te bio është mirë që të shkruani profesionin, fjalët kyçe të profesionit. Ja t'ju tregoj dhe timen, unë e kam vendosur SMM, që prapë është sinonimi social media manager, që gjithë e dini.
Okej. Okej. Unë kam vendosur, ja, copza jone të njëjtin kam si emër, ja, SMM, she, her. Se ka dalë dhe opsioni që mund të vendosni she, her, ose he, his. Ose nëse është biznes, mund ta vendosni its. Personal blog, edhe unë e kam pak më ndryshe si pjesë... Si, më fal? Ja, unë e kam vendosur shkurt, SMM. Social media manager. Kjo të del tek e ke diçka të shkruar pronunciation anash, po do ta kesh profilin e hapur që ta bësh. Ose ndoshta do ta bësh update? Okej. Nëse dikush ka nevojë për ndonjë sugjerim të faqet që menaxhoni ose keni ose mbajeni shënim edhe nesër mund ta diskutojmë prapë si gjë, ta mendoni ndoshta të shikoni se çfarë duhet bëni. E kam dhe për grupin e online-it. Në qoftë se keni një faqe, domethënë që duhet ja rregulloni bion, nëse keni nevojë për sugjerim, më thoni, mund ta hapim edhe tani. Më fal. Po, më thuaj, Juli. Besoj se prapë Bio- Juli do të jesh. Po Julia. Okej, më thuaj. Bio çfarë është? Bioja është ajo që duhet të përmbaj informacionet se çfarë bën biznesi jot. Në mënyrë shumë të shkurtër, me për shembull, tipologjia e qendrës së kurseve ku jemi ne, ka vendosur kurset. Profilet personale që ne pam vendosin profesionin që ne bëjmë. Do të thënë, ajo bioja është, mund të themi, reklama e parë që ne kemi ose i bëjmë atyre followersave që na vinë. Unë nëse shoh një faqe të re, gjithmonë shkoj dhe shikoj se çfarë është shkruar në bio, çfarë më ofron kjo faqja. Do të thënë, si më ndihmon mua kjo faqja, pse duhet ta ndjek unë këtë faqen. Këto pyetje duhet i përmbaj, përgjigjet e këtyre pyetjeve duhet i përmbaj bio. Okej. Shumë e qartë. Okej. Do të thënë gjithmonë shënoni shërbimet ndoshta që ofron biznesi në mënyrë ato që janë më kryesoret. Siç i ka përmbledhur Esmeraldo, trajnime të licencuara, thot informatik, digital marketing, financë, kurse gjuhës. Ti me sa kuptova unë kishe pjesë këmbimi, mos gaboj me makina, diçka e tillë? Po. Mund Te të auto Po. autodoshi, jam i kursuar aty. Jo. Mund të ta shohim profilin, ke dëshirë që ta shikojmë pak profilin? Po, autodoshi. Unë ja thash, ma jepni edhe ju. Është kjo këtu? Auto.doçi? Doshi. Doshi apo doçi? Doshi. Doçi, mirë kam. Jo, doshi. Okej. Se ju pyeta dy herë. Okej, s'ka problem. Ja. Ata të grupit këtu fizikisht po thonë që e bëre shumë mirë marketingun, bravo. Është kjo e para, besoj? Jo. S'është Kanë doshi. Do na shkruash te grupi? Do na shkruash te grupi? Që mos lodhemi në këtë mënyrë? Ju thash edhe ju nëse keni një shembull që mund ta hapim këtu e komentojmë. Se kjo është qëllimi i kursit, domethënë nëse doni ide ose diçka që mund t'jap një indicje, më thoni. Si? Okej. Një moment sa të mbarojmë, sa të ma dërgoj Tregojmë gjithë asaj. autodoshi. Përveç reklamë, kuptojmë se si shisni. Mua më del vetëm kjo e para, Ka fillim. S'kam. nuk e di pse. Po. Kjo është, okej. Po. Edhe ti e Se janë- pak, edhe kjo është besoj, ë? Po. Ape këtë të parën, Po? të brembos. Se kjo Po na dhe- intereson, pa mëra. Kemi okay. Kaq domethënë na duhet te pjesa e bios. Ti e ke Jo. vendosur. Po. Unë doja të pyesja, Po. e kam bërë mirë se kam bërë mirë një reklam të thjeshtë. Atëherë, pjesën e bios e ke okay. Do të thënë me aq informacion sa mora unë, ti ke shënuar dyqan me pjesë këmbimi, makina është e reja, që është okay, ke vendosur lokacionin që është shumë i rëndësishëm, ke vendosur dhe pjesën e kontaktit. Unë do sugjeroja diçka tjetër, Po. që pjesën e numrave të kontaktit ti vendosje tek te pjesa që thot message që ne kemi mundësi të zgjedhim ose të kontaktojmë ose te emaili, ta mbaja atje. Po e ka në biznes dhe ta mbaja atje dhe këtu të shtoje diçka tjetër.
që të diferencon nga konkurrentët. Diçka, domethënë, ose një produkt që nuk e kanë të gjithë konkurrentët, që vetëm ti e ke, për shembull. Po. Pjesën e ke okay, po thjesht mos e humb si mundësi pjesën që vendos numrat tu ndjes. Numrat këtu, po numrat vendosit e pjesa aty ku të kërkohet, kur bën edit profile, të del që të kërkohet dhe numri, më mirë vendosë aty dhe njerëzit ku shkojnë te profili jot, ku shkojnë te kontakt, të del edhe emaili, të del edhe numri. Dhe këtë këtu shfrytëzoje për diçka tjetër. Shto diçka tjetër si informacion. Je i qartë? Unë i qartë jam. Okej, faleminderit. Vajza kush donte tjetër? Training Center. CC? Training Center. Ke para? Okej. Atëherë para vretja ose si mund ta them diçka që duhet të rregullosh, është pjesë, kjo është e prerë apo është vetë CC? Jo, është vetë logoja. Logoja. Kaq është vetë logoja. Okej, në rregull. Atëherë, nëse pe dhe faqen e DoStation, kishte më pak shkrim, ishte më koncentruar, i kishte fikse çfarë ofronte. E kam bërë dikush dhe prandaj doja. Okej, unë do të sugjeroja është tip after school tash? Ka ofron disa shërbime dhe Mund të pyesësh jo se po më pyesë Xhoje? Sepse unë për shembull pikpamjen time, ideja është që duhet jetë, duhet e lexova atë, po ajo ana ekonomike kështu, vetëm ai fëmia më lidhi pjesën after school. Okej. Profesionali që nga Kjo është pak e gjatë. Po. Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Okej. Aty unë nika fare. Ideja është që njerëzit kur vinë te një faqe. Okej. Ideja është Okej. Ideja është që njerëzit kur vinë tek faqja, shikojnë këtë të parën. Ti e ke okay se ke treguar që është, domethënë që jeni një qendër trajnimesh, e ke vendosur dhe lokacionin në Elbasan, po pjesa që është shumë e gjatë është ajo që tham pak më kur ke ritmor. Okej. Ajo që sugjerojnë në Indoneshi se u fare, se kuptoj një nivel. Jo, ajo pastaj është tjetër se varet, domethënë ai që kërkon dhe e di mirë tregun, e di se për çfarë është bënjishje. Edhe qendra është e licencuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, mendoj është informacion i vlefshëm, se jo çdo nga këto faqet online e kanë këtë gjë, po që ta bësh ndoshta thjesht licencuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, ta heqësh pjesën qendra ose ICT Training Center, po. Okej. Ose për shembull ICC që kam bërë është më mirë të përmendën pikat e trajnimeve që ofron. Po, sepse edhe kjo pjesa e gjatë ICC Training Center është një qendër trajnimesh profesionale në qytetin e Elbasanit, nga vetë termi, domethënë username-i nëse mund ta themi, kuptohet që është një qendër trajnuese. Këtu vetëm të shnosh çfarë ofron, after school edhe këto, edhe lokacionin ta vendosësh në fund siç e kishte faqja e DoStation. Mimi të qartë? Kohë edukosh, domethënë pronarët e qendrave. Kjo është pastaj muhabet tjetër, po. Që duhet të shënosh 1, 2, 3 gjëra dhe jo ato që ata mendojnë që janë të duhura. Është e vërtetë. Edhe ndonjëherë do plotësosh atë që thotë ai. Po, është e vërtetë pastaj që edhe ata që kërkojnë këto pronarët e bizneseve që janë edhe pak më të vjetër, është pak e vështirë që t'ia mbushim mendin që këto janë ato që na duhen. Domethënë cila është më mirë për biznesin tënd, pa duhet pak kohë që t'ia shpjegosh edhe t'ia thuash që shiko kjo është më efektive, sepse ti thua bëj after school, bëj këto trajnime, këto kurse për gjuhë huaja, sepse kështu nuk e kuptoj se çfarë kursesh bën ti. Shoh vetëm një matematikë aty, shoh bënjish, po unë këtë kam kryesore, që është qendër trajnime profesionale në qytetin e Elbasanit edhe këto tjera. Domethënë thjesht mund ta lodhi pak edhe unë nuk do e lexoja këtë. Nëse kur i ke një nga një, okay, dhe shikoj, a bëj pjesë të një nga këto kurse që unë dua dhe zgjedh për shembull digital marketing ose zgjedh për shembull anglishten ose Okej. Ka një faqe tjetër që do të shohim? Events by Lili. Për tani se kemi. Kjo është faqja e Lilit? Na intereson të bëjmë. Okej. Okej. Nuk shkon vjetë s'ka gjë. Atëherë, okej, e ka kthyer në biznes, e ka vendosur username-in një lloj si në bio. Okej, dhe kjo do të thonë shprehja ose çka ke gjetur të shkruash godet, a passion for creating magic, po ndoshta do të thonë të shkruash më specifikisht se ç'a jep, ç'a bën.
Okej, i bën, okej, në rregull. Jenë kërkim domethënë të asaj se ça ashtu. Okej. E bët follow dhe këtë? Pyetja tjetër. Se bëj shaka. Okej, është mirë që gjithmonë t'jeni sa më aktiv me reelsat. Sepse ato marrin më shumë shikueshmëri, keni më shumë Okej, që ka marrë vetëm nga reelsat. 39.1, okej. E vetëm keni parasysh edhe diçka tjetër, me që jemi këtu, më doli pak se këto janë taktika që do i tregoj nesër, por me që jemi tek faqja e Lilit, ka të bëjë shumë edhe çfarë vendosni në cover. Shqyr tani Instagrami ju a lën mundësinë të zgjidhni se çfarë do vendosni dhe sa më goditse. Ajo fotoja që ju kuriozon më shumë, që ju duket më që ju vetë habiteni, ajo ju sjell më shumë. Thonë ja, kjo ka marr 39.1k. Kjo, domethënë, sa më shumë njerëz ta shohin, aq më shumë ka që mund vinte faqja juaj. Coveri, çfarë do duket? Si ti e ke gjithë video, mund t'ja lësh vetë Instagramin që e zgjedh. Po, tani keni mundësi që ta zgjidhni vetë çfarë doni, ose nëse video nuk ka ato momente që ti dëshiron, mund të marrësh nga galeria foton që dëshiron. Me temën, po thjesht për të mbajtur ndoshta edhe pjesën e estetikës ose së bukurisë së feedit. Nuk e kisha parë domethënë nga këta aplikatimet e fundit, e kam parë thjesht nga një person që cover ishte tjetër gjë, dhe më tërhoqi ta shikojmë, ndërkohë që video ishte komplet tjetër gjë, është e vërtetë. Ama video ishte? Po. Ajo bëhet vetëm për të marrë sa më shumë shikueshmëri. Dhe një gjë tjetër që do ju këshilloja, kur të bëni postime, pavarësisht se Lilianës si ka ecur, edhe shumë neve postimeve që kanë logon e TikTokut na kanë ecur, por është vënë re, është bërë një updatimi i fundit që postimet që bëhen me logon e TikTokut të penalizon, do të nuk i jep atë vrullin që mund t'i jepte më përpara. E njëjta gjë ndodh edhe me promocionet në Facebook, po. Është një aplikacion që se doni ju a them, që mund t'i heqni logot e TikTokut dhe mbajeni shënim, është Snaptik. Të TikTokut, se për logot e tjera nuk është se dalin. Është kjo e para. Mbajeni shënim se mund t'ju duhet, që keni një video që ka ecur shumë në TikTok, thjesht merreni me Snaptik. Merreni me copy, e çoni te ky aplikacioni edhe mund ta shkarkoni pa logon e TikTokut. Po, është ajo. Po, edhe ajo është shumë e mirë. Ajo më duket se është vetëm për Instagramin, TikToku nuk ta lejon. Edhe TikToku. Okej, se ka disa që ta lejon. Mjafton kërkosh online download video. Unë për shembull s'ka memorie dhe përdor këtë. Është pastaj kjo pjesa që ata kanë memorie, s'kan memorie, kjo është shumë e mirë. Mjafton kërkosh se aty çfarë nuk del. Po, ka edhe aplikacione çdo gjë sot. Në fillimet e para për të bërë një gjë do i vjen nga Kina, pastaj duke kërkuar. Po. I gjen vetë dhe ke parë se sa thjesht që është. Okej. Kjo i thash, domethënë keni kujdes që mos ta përdorni sepse TikToku me Instagramin janë kështu me njëra tjetrën, domethënë kushteci më përpara me trendet dhe gjërat e reja dhe mos e përdorni. Edhe në Facebook keni kujdes nëse përmendni emrin Instagram sepse në sponsorizime të ndalon sponsorizimet. Më ka ndodhur shumë tek pjesa ku kam qenë që kam bërë tek zero. Thënë ma stopoj Po, por nuk ta lejon të ta përdorësh fjalën postim ose Instagram. Ai ka interesin që të mbaj më shumë, po, është e vërtetë. Online ka ndonjë pyetje deri tani? Edhe apo dëgjohem, është okay zëri? Po dëgjohesh. Shumë faleminderit. E lam tani te pjesa, okay, për ta bëj pak, që ta shikojnë që sa më të madhe të gjithë. Atëherë, tham foto tërheqëse. Tham shkruani qartë në bio se çfarë ti bën dhe si ndihmon ato klientë, ato biznese, çka ke të veçantë dhe këtu domethënë mundohet tek ato pikat veçanta. Nëse ti ofron një produkt ose një pjesë këmbimi për shembull që një konkurrent i joti se ka, vendose, nuk ka rëndësi. Vetëm vendose sepse ajo do të tërheqë, do të sjellë klient. Pika e tretë është qëndro konsistent në postime. Është mirë që nëse ju bëni biznesi që ju keni, që menaxhoni ose faqja juaj, bën 3 postime në javë, ti mbani ato 3 postime në javë që bëni. Se pastaj nëse ju e lini një javë po, një javë jo, nuk do merrni shikueshmëri, nuk do merrni like. Postimet domethënë sa është numri perfekt varet nga biznesi. Në një qendër trajnimesh, për shembull, nuk është mirë që të postosh 3-4 video në ditë, siç e bëjmë ne për shembull te Zero Absoluti ose te një biznes tjetër, fast fashion e tjerë. Mirë është që qëndrosh 3 postime në javë, janë okay.
që mund të bësh 2 reelsa me që është shumë e preferuar dhe një foto, ose edhe karoselat sepse marrin shumë save. Karosel janë ato që bëjnë me swipe. Më thënë foto që ke disa, për shembull, 3 mënyra që po fix, edhe i vendos me swipe. Po. Është mirë, thash, varet edhe studioni, bëni prova her pas here, hidhni një postim më tepër, shikoni a merrni reach, a ju rritet views në story sepse ka raste. Ka shifni në Google, domethënë, kush është best time to post TikTok, Instagram dhe vetë, dhe dalin të hënën kjo orë, edhe kur zakonisht të content creator, domethënë ashtu postojnë me orarin. Vetëm se ka diçka. Këtu më qëndro se këtë gabim kemi bërë gjithë besoj. Lexojmë ato oraret që thon këta content creators, po në fakt oraret fikse për biznesin tuaj i gjeni tek profili juaj. I di vetë personi. Domethënë, ata japin në përgjithësi se cilat janë oraret më të mira, që her pas here pati qenë ajo ora 6:30, 7:30, ajo realisht është, edhe nëse shikoni tani dhe klikoni tek insightet dhe shikoni oraret e përdorimit, në shumicën e rasteve në disa biznese ajo qëndron, ndërsa në disa biznese të tjera është ora 10:30 në mëngjes për shembull. Edhe diçka të re që lexova para disa ditësh, për sa i përket postimeve, nuk është mirë që të postojmë nga ora 7 deri në orën 10 të mëngjesit. Nuk kanë atë feedbackun që kanë mbas orës 10. Keni parasysh, e lexova para disa ditësh që është mirë që postimet t'i fillojnë mbas orës 10. Pastaj çdo person gjoj të vini ndryshëm, nëse nuk vazhdoj të hedhë, domethënë, të hedhë fikse një orar çdo ditë, që dhe Audienca të mësohet edhe ta ketë parasysh. Do shohim seriale, që po atë kemi këtë serial. Alin po, është e vërtet. Kjo lidhet ajo që thashun që ndroni konsistent. Kjo është konsistenca, që të hedhësh në të njëjtën orë, të jesh aktive. Okej, ka ndonjë pyetje deri tani? Për këtë pjesë, besoj se jo. Thash, numri i postimeve varet, edhe numri i storyve provojeni, tentoni, një ditë bëni më shumë, një ditë bëni më pak. Për sa i përket dhe gjithë rrjedhshmërisë së javës, ka raste që fundjava është shumë aktive. Edhe numri i views në story rritet shumë në disa biznese. Në disa biznese të tjera ka më pak. Shikueshmërinë më të lartë zakonisht e marrin postimet që janë me fytyrën e personit. Po, është e vërtetë ajo. Thjesht postime, përmbajtje, shkrime, foto të Po, varet tipologjia e biznesit. Flasë edhe në faqe normale, Okej. në personale më shumë views në Po. story marrin postimet që janë Me fytyrën tonë ose të personit. Po. Një postim i thjesht. Dohet të thotë diçka, më fal? Ja, tani ti marrim me radhë dhe do i ashtu. Ndërvepromet të tjera që janë në fushën tënde, atëherë nëse keni vënë re, influencerët dhe blogerët gjithmonë shkojnë dhe komentojnë njëra tjetrës. Nuk bëhet për t'i bërë qefin ose ka shoqe, po i bëjnë që ti duket, për shembull se marr në vina shtylla, ka shoqe, nuk e di tani kë ka shoqe ajo, fal. Mora një shembull kështu, ka për shembull shoqe Rina Kuqën ose ka një influencer ti Sara Berishën ose Sara Hoxhën, ajo ka interes të komentoj sepse i del emri e para, me blue tick është. Të njëjtën strategji duhet përdorni edhe bizneset e vogla edhe ne që kemi faqet tona të vogla. Sa më shumë të ndërveprojmë, ti bëjmë komente njerëzve që janë në të njëjtën fushë, menaxherët sociale ose që kanë veshje. Pse jo të mos kesh marrëdhënie të mirë, sepse thash, i del shikueshmërinë që kanë ata e merr dhe ti. Sepse njerëzit siç thash dhe ju më përpara shikojnë, po, sharing followsat, like-et, edhe njihet edhe emri jot. Se ti the më përpara, nëse unë shkoj te një biznes, shikoj komentet më përpara. Dhe ti mund të shkoj syri direkt tek biznesi i parë që ka shkuar ose shkruar, më fal, ose personi. Edhe ka direkt koment që Okej. kam të produkte. Ka raste që edhe në komente është mirë që kur komentoni, më thoni patjetër diçka me vlerë që ka lidhje me atë fushën atë gjë, por edhe të bëni tag miq ose persona që duhet, sepse nga komentet më përpara tani ka rënë disi, po prap funksionon që kur bën tag me personat i shkojnë followersa ose biznes. Unë për shembull si Fationa shkoj komentoj tek EduStation, bëj follow, thjesht shkruaj Kenkri Marketing, business startupin tim, edhe njerëzit kanë tendencë janë kurioz, ta dinë ç'është kjo, ky postim që s'ka lidhje. Do thënë, është pak kontradiktore bie me ato që tham deri tani, por prapë është një mënyrë që thjesht për interes ti çosh që të vizitojnë faqen tënde. Dhe pastaj nëse i intereson një produkt ose një shërbim, e klikojnë, e shikojnë edhe i hyn kërkimit më tej.
tek pjesa tek pika 5, ndaj me të tjerët eksperiencën që ke, këtu futet pjesa e storytelling, që është edhe kjo është një pjesë shumë e rëndësishme e content marketing. Trego se çfarë po bën mbrapa skenave, i themi ne, çfarë po bën domethënë fotot si po ja bën atij produktit, momente fani që mund të kesh me atë vajzën që ke content creator ose social media, sepse pëlqejnë. Njerëzit duan gjëra sa më reale, se janë mësuar me ato fotot perfekte, me ato foto domethënë që duken si pa arritshme, dhe këto skenat ose gjërat që ndodhin pas skuintave ose proceset reale ose procedurat reale të një postimi ose të një gjëje i kanë shumë qejf. Edhe kjo është mirë se mban atë lidhjen, se i tregon duke sa më real, ndjet sa më afër. Tek pika 6, edukoj dhe informoj gjithmonë rreth të rejave më të fundit. Në botën, në fushën tuaj. Për shembull, nëse ka dalë një kurs i ri që po pëlqejet shumë, direkt hidhe, shiko, është ky kurs shumë shpejt do jetë në faqen tonë. Do të thonë, pjesa e digital marketing është shumë e kërkuar. Ka interes, ti thuaj për pak do sjellim këtë gjë, sepse është shumë e kërkuar, është në momentin që ndroni me ne. E mbani dhe të angazhuar dhe e mbani dhe te faqja juaj. Edhe në fushat të tjera, gjithmonë keni parasysh që t'i thoni se çfarë po ndodh në botën e modës, edhe pse ndoshta s'ka drejt për drejt lidhje me atë. Për shembull, nëse un jam një kompani, punoj në një kompani farmaceutike, edhe është diçka, për shembull shkurti është muaj për health awareness, poston normalisht diçka në këtë muaj dhe përmend gjatë gjithë muajit, sepse vetë tipologjia e biznesit tënd që ka lidhje me farmacinë, ka lidhje me produktet, me vitaminat, me suplementet, lidhet dhe përdoret gjatë gjithë muajit që ne që jemi në muajin e ndërgjegjësimit për shëndetin, keni kujdes, keni parasysh çdo gjëja, jepni këshilla etj. Tek pika 7 që po më pyeste edhe zonja, përdor 3 deri në 4 hashtags që ka lidhje me atë që po poston. Në qoftë se postimi juaj ka lidhje me shëndetin, vendosni sa hashtagje që janë të preferuar dhe që kanë lidhje me shëndetin, por asnjëherë mos zgjidhni atë që ka më shumë shikueshmëri. Nëse ti zgjedh atë që ka 1.5 milion, ajo nuk do marrë më se pse ka arrit atë, është ngopur. Zgjidh gjithmonë ato që janë më poshtë këtyre. Se zakonisht jemi prirur t'i vëmë atë që janë. Jo, ajo e para është konsumuar shumë dhe nuk është se merr mend. Gjithmonë zgjidhni 3 ose 4 më poshtë tek hashtagjet që përdorni. Ka biznese që kanë arritur, marrim për shembullin e zero absolut që është 175k, i përdorim, herë nuk i përdorim, por ajo është faqe që e ka arritur tashmë ato klientelën e vet, e ka arritur atë dhe nuk është e nevojshme ti përdorësh. Ama faqet e reja, startupet, bizneset e vogla, është mirë që ti përdorin. Emrin e parë të vendosin emrin e biznesit, EduStation marrim rastin e qendrës ose ICT trainings, vendos domethënë emrin tënd të parë të kursit. Pastaj vendos hashtagje që kanë lidhje me tematikën, me postimin që ke bërë. Po. Unë kam lexuar për TikTok-un në fakt, për pjesën se si do funksionojnë sa hashtags duhet të vë, dhe më ka dalë një kështu që nëse ti vendos më shumë se 1 ose 2, domethënë, TikTok-u në fakt bëhet konfuz dhe nuk të bën ty që të shkosh virale, domethënë. Kjo është ti si e specifike, sepse nëse bën vetëm trainings, trajnime bëj edhe unë, bën edhe Smeraldo, bën edhe vajza, qendra e saj, vendos specifikisht për çfarë është ajo. Sepse realisht bëhet konfuz sepse ti nuk po e drejton audiencën tënde. Specifikon, domethënë. Po, ti thua vetëm trajnime për shembull, ose vendos vetëm fashion. Po tani fashion ka veshje, ka shumë llojshmëri. Ke pafund gjëra, vendos gjëra që lidhen direkt me postimin, ose diçka që edhe të unifikon ose të personalizon ty si person, si individ ose si biznes. Edhe për pjesën e hashtagjeve ka goxha mite që thonë jo po duhen përdorur, jo po duhet përdorur, jo po duhen deri në 15 në Instagram, jo po është mirë që të përdorim pak dhe sakt dhe 3 dhe 4 janë mirë tani për momentin, se në fillim përdorim 15, kanë qenë në fillim fare ka qenë 30. Pastaj ulu bë 15 hashtags për postim, tani kemi 3 deri në 4 hashtag për postim. Po, është ajo që thash përpara që të jetë hashtagu i parë të jetë ai joti. Sepse nëse unë për shembull më kujtohet vetëm ICSS, edhe unë nëse shkruaj vetëm këtë, më del pastaj direkt ajo hashtagu dhe direkt e gjej faqen. Më ka ndodhur edhe me biznese të tjera kur kam dashur, kam mbajtur vetëm një pjesë mend të emrit, e kam shkruar dhe pastaj të dalin ato. Prandaj duhet hashtagu që të optimizosh dhe dalësh i pari. Edhe për shembull auto doshi mos gaboj, mund të mbaj mend vetëm doshi. Vetëm emrin, nuk e di këtë pjesën e autos, më kujtohet për momentin, nëse unë shkruaj doshi, më dalin gjithë alternativat dhe nëse ti i ke përdorur hashtagjet dhe këtë emrin të del më përpara. Po. Edhe te faqja që kishe ti është mirë që edhe highlightset të jenë të branduara, të kenë ngjyrën e logos. Domethënë edhe gjithë faqja të ecin me linjën e logos.
Kjo është domethënë pak a shumë për pjesën e brandit tënd personal dhe të biznesit. Si jemi me kohën? Okej, jemi shumë mirë. Vazhdojmë te pjesa e Canva. Sa për ju e njihnin Canva? Okej, të gjithë. Pjesa online-it? Po, e njohim, po nuk ne dim ta përdorim. Okej, e njihni si aplikacion, domethënë që përdoret edhe bën postimet, por nuk dini si ta përdorni. Po, Okej, kjo është domethënë pjesa sa them faqja hyrëse e Canvas. Tani po shkoj që të tregoj pak a shumë se çfarë elemente se si mund të krijoni një postim. Atëherë, ja ku jemi, është kjo që kisha bërë screenshot. Tani këtu te pjesa e Canva ka, domethënë të ofron pafund mundësi dhe një gjë që po ndodh aty jashtë që e përmendet shpesh është pjesa që graphic designerët zihen me ne që jemi social media sepse ata përdorin Photoshopin, Illustratorin, që do kohë që është më profesional dhe të merr shumë, ndërsa të dyja këto kombinimet e Photoshopit edhe të Illustratorit ne i gjejmë te Canva. Nëse di ti përdor disa teknika, është shumë e thjeshtë dhe i përdor në Po. Janë shumë të vështira dhe do profesionistë realisht, ndërsa te Canva mjafton edhe ju të shkruani këtu tek search-i një fjalë kyçe që dëshironi për postimin që do bëni. Po marr pjesën e makinave, po shkoj thjesht të shikoj. E shkruaj dhe më dalin disa template të gatshme. I shikon Juli, më fal? po. Okej. Mjafton që të shkruash tek Po, më thuaj. Jam gjithë vesh. Okej. Po të më Okej. Mjafton që të shkruash mjafton që të shkruash Ja, një moment. Një moment. Mjafton që të shkruash tek butoni i search-it, Po. fjalën kyçe që dëshiron për atë produkt dhe për gjithë të dalin në shumëllojshmëri postimesh, që ti pastaj thjesht i klikon edhe i editon me ngjyrat e logos tënde, i vendos logon tënde, i ndryshon ngjyrat e shkrimeve. Po, më thuaj. Dëgjoj. Deri këtu kam arritur vetë. Okej. Po, më tutje, ti e editon, unë nuk kam arritur. Okej, ja të bëj një hyrje, një introduction dhe pastaj do hyrë me detaje. Shumë faleminderit. Në pjesa e parë, që ju shkruani këtu çfarë doni, po shkruaj fashion, edhe pastaj më tha dhe djali diçka tjetër, edhe këtu të dalin story dhe postime se si që t'japin goxha, po që i merr i përdor, janë goxha, t'japin goxha dorë nëse nuk ke kohë dhe je që shikoni. Kjo është domethënë pjesa e parë. Ma thuaj edhe një herë se çfarë? Ka, po të shkoj edhe parts. Okej, ja ta shikojmë. E provojmë. Okej, të jep disa gjëra. Në qoftë se kërkon është dhe Canva Pro që mund ta blini, ka një kosto shumë të vogël, ka pafund gjëra, edhe detajet më të vogla që mund t'i doni i gjeni aty. Ju jep shumë lehtësi sepse edhe fotot nuk ka nevojë që se pak më vonë ju tregoj edhe dy website ku mund të merrni foto dhe video falas. Mund t'i merrni vetë te Canva nëse bëni këtë pagesën e vogël, por edhe në përditshmëri. Paguan beza. Okej. Edhe Teams-i. Është perfekt. Nga futur si Teams. Jo shumë mirë, se unë në Teams ishin që sa e pat. Sa është ndryshimi, jo në lek, sa është ndryshimi një kësaj me atë në euro? Dollar. Nuk po flisën lek, sa është në detaj. Të jep më shumë foto, e si di kanë vajzat tu s'po ndërhyt. Na fal. Jo s'ka problem. Domethënë për shembull të dalin disa pjesë këtu që janë me pagesë ose të dalin Me premium. Do ta fajs. Normale, po me premium shkarkon çdo gjë. Ideja që ka më shumë opsione. Po, të jep më shumë opsione, më shumë foto. Okej. E reja që sa më kanë dalë. Okej, jeni grup fantastik. Dhe këtu keni për dokumenta që mund të editoni, keni prezantime që mund t'i bëni, gjëra postime për rrjete sociale, video, website, prezantime për biznesin. Kemi bërë video, kemi bërë Flet palosje, mund bëni kartë vizita, revista, çfarë do lloj gjëje, broshura. Okej. Okej. projektit i bëndës. Okej. Tani më fal, Juli, me që ti do e dije më shumë, do të bësh thjesht një postim në Instagram? Çfarë do ke dëshirë që të ilustrojmë? Po. Një postim në Instagram. Po. Okej. Ja po shkoj edhe një herë ka Instagram post. Okej. Zgjedhim diçka që nuk është me pagesë, po marr këtë këtu. Klikojmë customize this template.
se harrova, unë keni Shën Valentini përpara, gjithmonë gjeni diçka që t'i ofroni klientëve tuaj, përveç se do i uroni, po bëni edhe diçka që mund t'i tërheqë ose mund t'i kënaqë diçka fani. Atëherë jemi këtu. Kjo është domethënë postimi i gatshëm që ka vet Canva. Gjëra e parë që bëjmë, nëse kemi foto të biznesit ton, shkojmë tek uploads dhe uploadojmë fotot që duam të vendosim te ky postimi. Okej, mund të shkojmë ke download ose nëse ke hapur një dokument në kompjuter ose edhe nëpërmjet telefonit, shkon te galeria dhe zgjedh ato fotot që të duhen për postim. Po. Kjo është pjesa e parë, domethënë që bëjmë që zgjedhim foton që ne duam. Pastaj, për pjesën e dizajnit ose gjërave, këtu janë tek Elements, ke mundësi të ndryshme. Po. Por nuk e ka të fotografuar, gjen tipin e makinës që Po. do të reklamoj. Okej. Një nga vajzat po thotë që në qoftë se nuk ke foto të një pjese të makines, mund ta kërkosh këtu tek search, po prap dhe mund të dalë diçka e ngjashme me foton ose produktin që nuk ke. Do të thënë që prap është një mundësi mirë që plotson ato produktet. Tani që të jemi sa më konkret. Tek elementët kemi siç e shikoni lines, graphics, stickers që mund t'i vendosim, ja për shembull këto pikat janë elemente të vogla që mund t'i përdorim për të zbukuruar postimin ton. Unë për shembull po e fshi këtë sepse dua të bëj diçka tjetër, dua të shtoj emrin e biznesit. Si e fshin atë? Thjesht e klikon. Po. Dhe shikon të del ky opsioni këtu lart që është delete. Po. Aha. Okej? Shumë faleminderit. Asgjë. Përveç kësaj do të thënë klikon, ke edhe backspace-in nga tastiera, po ke edhe butonin që thot delete te tastiera. Do të thënë ka 3 mënyra që mund ta fshish. Okej, mora vesh. Okej. Se dua të më thënë që ti jemi sa më të qartë dhe të ecim hap pas hapi dhe nëse ke pyetje lutem më ndërprit, edhe më thuaj se çfarë do dish nga Canva. Patjetër. Nëse shikoni këtë pjesën këtu, tek pjesa e këtyre topave ose rrathëve, kjo është në grup. Do të thënë ka 2 korniza. Nëse ju doni që ta ndani këtë grup sepse doni të bëni diçka tjetër këtu lart, shkoni tu në grup edhe e bëni i ndani veç e veç që mund t'i editoni veç e veç. Këtë pjesën këtu mund ta heqësh dhe mban vetëm këtë pjesën këtu poshtë. Po. Pastaj, te pjesa unë dua të shkruaj diçka për shembull, po dua që të jetë më e dukshme pjesa që do shkruaj tek lines and shapes. Po, më thuaj. Mund të ta bësh ataj që është luxury car rental, edhe të shkruaj autodoshi. Po, okay, ja ta tregoj. Po tregoja diçka tjetër në fakt, po ja se e bëjmë dhe këtë. Atëherë këtë po e lë këtu si dizajn. Ngjyrat këtu kemi mundësi t'ja ndryshojmë. Shkojmë tek këto 2 lart, i shikon? Po. Kemi të bardhën dhe grin dhe zgjedhim ngjyrat e logos. Ti me sa pashun i kishe një të verdhë dhe të zezë, mos gaboj? Po. Ngjyrat e logos, okay. Ja dhe unë po zgjedh një të verdhë dhe po mbaj edhe green, ose bëj verdhë dhe bardhë, që ndoshta duket më nice, ja. Okej? Këtu do të thënë ndryshojnë ngjyrat e këtyre stikerave dhe elementeve plus. Tani, tek luxury ka. E vendosim në mes që duket më mirë, do të thënë e pozicionojmë thjesht me kursorin e mouse-it ku dëshirojmë. E klikojmë 2 herë dhe me backspace e fshim. Në qoftë se je në telefon, e ke të del një opsion aty poshtë që thot edit. Ose me backspace nga tastiera e klikon 2 herë dhe e fshin, dhe shkrua auto doshi. Ose tek në telefon me që e kishe shkarkuar, ke diçka që thot edit, mbasi e ke klikuar në falë 2 herë. Gjithmonë. Je i qartë domethënë edhe këtu. Po. Okej, perfekt. Edhe e vendosim e pozicionojmë ku duam ne. Këtë e heqim. Tani unë dua që kjo auto doshi të duket më shumë. Atëherë, shkoj dhe marr këtë pjesën e lines and shapes edhe bëj formën, shiko pak, dua të tregoj diçka. E smadhojmë në formatin e shkrimit që kemi. Okej, edhe shkoj e vendos mbas kësaj. Okej, një moment. Okej, dhe vendos këtu. Tani këtu tek pjesa e kësaj mbrapa, unë mund të luaj me transparencën, me dritien, mund të ndryshoj ngjyrën, mund të bëj çfarë të dua. Do të thënë Canva të lejon që të bësh çfarë do të gjëje. Të jetë me fjalë të iki fare dhe të shfaqet
Ka disa opsione. Po, ka disa opsione edhe nëse, ja, një moment ta tregoj këtë të parën, që është me pjesën e transparencës, që mund ta editosh, shiko, këtu ke pjesën e këtyre pikave, që thot transparenca që mund ta bësh më të dukshme ose ta heqësh fare. E shikon se si lëviz shkrimi? Po. Kjo të lejon që pastaj të luash edhe me foton. Domethënë, nëse ti do që të jetë makina në fokus, klikon domethënë pjesën mbrapa dhe luan me transparencën e ngjyrës. Domethënë e bën më të fortë, e bën më të butë. Okej, Po. do vemi tek shkarkoha. Për Po. e mbaruam? Dhe do e shkarkojmë. Ai del me lëvizje fotografia? Tani, nëse dëshiron dhe ti e ke fotografi në formatin e Instagramit ose e ke fix, domethënë nuk ka nevojë për editim. Ke një opsion që thot replace aty, duhet ta kesh në shqip, zvendëso, edhe e merr automatikisht vet ajo në formatin e postimit. Ose e klikon foto dhe të dalin ato pjesët që mund ta editosh. Ja, unë klikova për shembull makinën tani dhe të dalin këto anash që mund ta zmadhosh, mund ta zvoglosh. Po, e di. Okej. Kjo është domethënë. Tani këtu tek Canva me thënë drejtën është gjithë pjesë kreativiteti. Nuk është se ka të bëjë shumë pjesa se nuk janë gjëra fikse, dua të them, nuk janë gjëra fikse, po janë gjëra që ti luan dhe i provon me kreativitetin. Është komplet gjë kreative. Nuk e di diçka tjetër që doni t'ju tregoj te Canva? Grupi që kam këtu në klasë në fakt e ka përdorur Canva, po më thonë që kanë bërë edhe kishin bërë broshura, kartë vizita, kështu që grupi online ju lutem thoni se çfarë doni tjetër t'ju tregoj. Çfarë mund bëjmë diçka? Atëherë bëjmë diçka me shkrimin, ka animacione që mund bëjmë me shkrimin. Unë këtë doja të dija dhe kartë vizitën. Nëse është mundë. Po. Këtu jemi okay, do të thënë e kuptove këto editimet e vogla dhe gjërat, okay. Ja dhe diçka tjetër, keni këto butonat këtu, nëse doni që ky shkrimi të mos lëvizi, e bën e kyç, si i thon, që mos ta prekësh fare pastaj dhe mos lëvizi fare. Nëse do që ta bësh 2 herë, do të thënë të mbash njëjtin dizajn, po do i ndryshosh foton sepse ke edhe një produkt tjetër, e dupligon, e bën dupliket dhe të deli njëjta gjë dhe poshtë lart mban këtë foton, poshtë ndryshon këtë foton dhe vendos diçka tjetër. Që e merr nga Uploads ose e merr nga Canva ku të duash ti. Ja ta tregoj edhe këtu, e shkruajmë marrim diçka që mendojmë se mund na përshtatet, ja, diçka sa për ilustrim. Po. Që e duplikon. Pastaj këtu ke pjesën që doja tregoja për shkrimin, që mund ta bësh me të dali, ja, po ja tregoj një pas një, që vjen nga poshtë, vjen anash, do të thënë, nëse do të bësh edhe reelsa të shkurtër, nëpërmjet Canvas të dalin super. Thjesht me disa animime tek shkrimi, me fotot e duhura të del shumë mirë. Si më fal? Po edhe muzikë ke disa që janë free. Po edhe mund t'i uploadosh. Po edhe mund t'i uploadosh, por mira është, po. Po e mira është që me pjesën e muzikës ta marrësh nga Instagrami, nga këto se. Nëse merr te Instagrami del aty poshtë pastaj. Të del, do ta del emri i këngës. Po. Nëse del Që ke original audio. Mirë është që ti marrim të thash ato që janë aktive në Instagram. Po. Në këtë rast për shembull, më fal që se do bësh një upload muzike te kjo foto. Atëherë. Shkojmë tek mos gaboj te pjesa e uploads, kemi aty 3 opsione. Ja ku kemi audio. Okej, që mund ta marrim drag and Gatshme ka? Jo. ka disa në fakt e video që i ka vet ajo, që i ke të gatshme, që i ka vet Canva. Ke edhe te elementët. Elementët është audio. Okej, nuk e kam, okej, pas ka dalë, se kam parë, në thënë drejtën se kam përdorur, se unë gjithmonë marr videot që janë nga Sa ja vendos. Instagrami dhe TikToku. Po fal, videot që merr nga Instagrami. Jo, Si mund- këngët, marrim këngët nga Instagrami. Okej. Marrim këngët, edhe po flistim tani për video që Canva ka tek Elements, ke video, audio që mund të marrësh për. Okej. Po. E produktit ose asaj që ke. Okej, çfarë doje tjetër të dije Juli, më fal? Kartë vizitën. Nëse është e mundur. Kartë vizitën. Okej. Ja shkojmë këtu.
Gjëja e parë që do bëjmë, siç thash, e shkruajmë tek search-i, business card. Po. S'ke pse të paguash një dizajn, ja bën vetë dizajnin e kësaj, vetëm ja çon atij që ta printoj. Se ta hiq punën. Okej. Është ka punëtore. Ti e për të punuar me profesionist më. Atëherë këtu siç e shikon, keni pafund, domethënë modele, mund zgjedhësh çfarë të duash, Po. edhe editon në të njëjtën mënyrë siç bëjmë më përpara. Domethënë nuk është se ka një specifik, thjesht këtu për masat i ke ndryshe. Shumë faleminderit. Edhe më fal, i thuaj asaj vajzës, po nuk nga që s'dija. Po, më thuaj? Se po thot diçka Julin, ta dëgjojmë pak lutem? Thuaj më fal asaj vajzës, po nuk e dia se si funksionon dhe Canva. Jo, s'ka Prandaj problem se jo, mos e prit mendin se ne këtu e kishim pjesë të trajnimit, kështu që je okay, pa merak. Edhe këtu mund të bësh ato ndryshimet, mund të shkruash autodoshi, Po. ndryshon ngjyrat, ndryshon të dhënat. Ja, këtu e ke gati, mjafton që ndryshosh të dhënat. Si? E njëjta si më përpara, apo jo? E njëjta gjë si më përpara është, eksakt. Dhe për ta shkarkuar pastaj e shkarkon këtu tek share, ke opsionet edhe që mund ta shkarkosh. E di. PNG, JPG, i ke të gjitha domethënë formatet. Përdoret shumë pjesa e PDF-s, pastaj ka nga më të ndryshme. E di. Jemi okay që të vazhdojmë me pjesën tjetër? Shumë faleminderit. Asgjë të lutem, nëse grupi online-it, se thash pjesa fizike është okay, nëse grupi online-it ka diçka për pjesën e Canvas që mund ta tregojmë? Se jemi afër drejt fundit. Edhe pak, besoj se 80 minutë që çerekore do mbarojmë. Edhe me pyetjet me çdo gjë në fund. Okej, me që shoh që nuk po kam reagim, vazhdojmë edhe me pak pjesën e kam për t'ju treguar Pixabay, që është një website që mund gjeni foto dhe video falas, ja ta kërkojmë dhe këtu. Nëse ke Canva nuk gjeni që ju pëlqejnë, këtu mund gjeni foto dhe video. Ka 2.7 milion thot që i keni free, që mund t'i përdorni. Kjo është një website që mund të marrësh edhe foto edhe video falas. Domethënë që nuk t'i prish Instagrami, nuk të censuron as Facebooku. Po, edhe Pixel e ka. Janë dhe ka dhe disa tjera, në fakt, ka dhe shumë të tjera, po unë këto dyja doja që të veçantoja që i përdor më shpesh. Ajo Pixel është shumë e mirë, se i ka shumë cilësi. Okej. Këtu mund të shkruani se çfarë produkti keni, ose çfarë dëshironi, po unë po shkruaj social media me që jemi në këtë fushë. Okej, edhe ju dalin pa fund që mund t'i shkarkoni pa kundrejt pa pagesë free. Edhe videot, e zgjidhni se ja, këtu keni mundësinë thot images, keni foto, vectors, illustration, video, ka dhe muzikë. Pra ne shkarkojmë dhe punojmë me Canva është dia. E çon te Canva ose e shton tek pjesa kur e poston. Kur e poston, merr këtë foton ose për story, po. E shton. Super gatshme. Po, edhe këto e ke super të gatshme, është e Pixel. Siç është free pick. Po, edhe ajo një lloj është, po. Një lloj, po janë disa alternativa tjera që po ju jap që ti keni. Po, kjo ishte Fal. Kam goçës po e përdor më frikë. Jam E para ishte Pixabay, nësa e dyta është Pecel. Pecels. Kjo është e mirë. E lexova kat. Kjo ka cilësi shumë të mirë, siç e thonë dhe vajzat më, po. Edhe për shumëshmërinë, domethënë keni goxha, mjafton që të shkruani gjithmonë fjalën kyçe çfarë doni. Ja, këtu të thotë edhe trending topics. Po, e marr për shembull bëj një video dhe e ngarkoj te Canva. Po, pastaj punon. Këto janë domethënë që edhe për Canva, po edhe ndoshta thjesht se Instagrami ta jep mundësinë edhe TikToku, e merr videon e shkarkon nga Pixel ose nga Pixabay, shkon në TikTok dhe vetëm shto ato shkrimet ti. Shkrimet lart. Videon e ke ndërkohë dhe shton vetëm shkrimet, që besoj që është edhe mjaft më komode. Nësa pastaj për më profesionale përdorin Canva, që vendosin backgroundin te Canva, përdorim ato shkrimet që ka Canva. Këto ishin edhe dy gjërat e tjera që do ju tregoj dhe për ta mbyllur, jemi te pjesa, okay. E shënuam besoj gjithë, kjo është Pixabay, kjo është faqja kryesore e Pexels, edhe për kalendarin e postimeve.
tani është shumë e rëndësishme që gjithmonë në fillim të muajit ose në fund të muajit, varet se kur e keni ju parim ose kur e keni si metodë pune, se si përshtateni më mirë, e bëni planin dhe skeduloni postimet. Kemi Meta Business që të ofron edhe për Facebookun, edhe për Instagramin, por edhe vetë Instagrami tani të lejon mundësinë nëse keni vënë re për Reelsa që t'i skeduloni. E dyta është Pabler.io, kjo është platformë shqiptare. Edhe kjo është shumë e mirë, po ka edhe ato pagesa dhe gjëra që nëse googloni i shikoni për skedulim. Po, janë një grup të rinj që e kanë bërë, edhe për një kohë shumë të shkurtër e ka rritur goxha dhe edhe nëse kërkoni pozicione pune, mund të shkoni te LinkedIn sepse kanë edhe Okej, perfekt. E njihni bëhet shef, do të thënë pas ka marrë rastin e duhur, pas ka marrë për zgjedhjen e duhur. Në qoftë do që t'jesh në avans me postimet, i skedulon. Për shembull, ti ulesh sot, e ke bërë këto kërkimet, këto gjëra që thamë ne këto website-et, e ke bërë dhe Canva-n, e ke bërë gati dizajnin tamam, shkon, ulesh dhe një orë i skedulon për gjithë javën. Për gjithë javën poston vetë, ke internet, ata e postojnë. Tani kjo ka që thjesht për transparencë që ta dini se ju keni metodat e juaja, keni punën tuaj, ka edhe të mirat edhe të këqijat. Sepse kur janë të që i skeduloni një javë përpara, ka raste, domethënë, nuk është ajo afërsia që ne kemi me klientin. Sepse kur e hedhim në moment mund të jemi shumë të lumtur, mund të kemi marrë një lajm dhe mund ta shprehim emocionin më mirë me anë të shkrimeve. Këtu ka të bëjë pjesa e copywriting, sa të zot ne jemi në copywriting. Ma fal, si mund ta bëjmë skedulimin? Ja ta tregoj për pak, ta mbarojmë dhe ta tregoj unë. Ma fal. S'ka problem, se do e tregoja pa merak. Po thoja që isha te pjesa e humba, e copywriting, po. Te pjesa e skedulimeve është e rëndësishme që të jemi shumë të kujdesshëm te pjesa e copywriting, sepse kur ne në fakt e bëjmë për një javë, ulemi aty një orë dhe do bëjmë për një javë, le të themi që kemi po të njëjtat mendime, jemi në një gjendje të caktuar, dhe bëhemi përsëritës. Është mirë, nëse kemi mundësi, nëse kemi vetëm një faqe për të menaxhuar, ti bëjmë në kohën që është për të hedhur, në 7:30 ose në 6:30, varet, shikojini kohën tek insightet që ka Instagrami, Facebooku. Në qoftë se pastaj keni shumë biznese që duhet t'i menaxhoni, disa i skeduloni. Po thash, ka të mira dhe të këqija, shikoni se kush ju leverdis më shumë. Ndoshta disa postime, fotot ti bëni me skedulim, ndërsa videot i hidhni dhe i bëni direkt vetë. Domethënë në momentin që është postimi. Po, sepse ka dhe një gjë, ju mund të skeduloni dhe storyt, edhe postimet, po nuk është edhe cilësia e fotove shumë e mirë, kur e bëjmë anë të skedulimit. Do të keni kujdes, unë e kam provuar me disa biznese dhe cilësia bie shumë, me thënë drejtën kur përdorim skedulimet. Meta Business për shembull, të paktën që e përdor në përditshmëri dhe kam përdorur edhe me bizneset e tjera, i bie pak cilësia e postimeve. Edhe pse mund t'i kesh shkruar shumë mirë me JPG, me PNG ose e ke, domethënë me cilëtetin më të lartë, më të mirë, kur e bën nëpërmjet Meta Business të paktën, i bie pak cilësia. Domethënë nuk është aq e qartë, aq e bukur, do i bie pak ajo, duket del ndonjëherë pak si me xixha, si pak e shpërfytyruar. Është klar, si mund ta them. Edhe platforma e tretë që sugjeroj që të përdorni është edhe Buffer. Kjo është e huaj, është edhe një tjetër që është HubSpot, ka shumë platforma skedulimi, por i ka dhe vetë Facebooku dhe Instagrami, kështu që ju keni mundësi që të zgjidhni aty ku ju konvenon më shumë. Nëse Meta Business të ofron për një biznes, për biznesin që ke, këto platformat e tjera i kanë për ne që jemi menaxher të rrjeteve sociale, që kemi për disa biznese, për disa grupe bizneses që marrim ato ofertat që na ofron vetë platforma. Tani te pjesa e skedulimit, duhet të përdorni rregullin 80-20 e kam shënuar unë. 80% e postimeve që bëjmë duhet të informoj, edukoj, zbavis audiencën tënde. Kjo lidhet me atë 97% që e përmenda nëse mbani mend në fillim, 97% që janë që nuk kanë shumë informacion për biznesin, nuk e dinë se çfarë nevoje kanë, dhe është mirë që edukojmë, i zbavicim, i informojmë. Dhe 20% pastaj është direkt në promovim produkti, reklamim për shitje. Në të 20% kur bëjmë planin, do t'i ndajmë që shumicën e postimeve ta kemi vetëm për t'informuar, për të krijuar marrëdhënie me audiencën, dhe 20% e postimeve do t'jenë për klientët dhe për shitje. Tani unë nuk e di nëse kam këtu të hapur Meta Business, që t'ja tregojmë edhe ta shohim që se Esmeralda ka hapur. Është lehtësuese. Po është lehtësuese se ndërkohë që Meta është vetëm për Facebookun. Edhe për Facebookun, edhe për Instagramin. Kjo mos e dulimi. Po, këtu mund të përdorë ajo ka të diçka që në moment që ty të vjen mesazhe, ty mund të vjen në Instagram edhe në Facebook, i ke
shumë këto i përdor në për anë të telefonit, pasi e kam kontentin gjithmonë gati, i përdor në telefon, por edhe këtu Që meta është skedulimi që ti programon. Meta Business ka, do të thënë t'jep edhe insight, t'jep edhe skondulimin, të jep edhe pjesën e se si mund ta planifikosh të gjithë postimet si tip kalendari, ka shumë. Edhe për promocionet nëpërmjet kësaj i hap. Është dhe Ads Menaxheri, po edhe kjo të jep informacionin nëse ke nevojë për atë pjesë. Tani, për pjesën që është online, që më pyetën për si mund të skeduloj, kjo është domethënë faqja ose home-i, si mund ta them, E Instagram. e Meta Business. Po pra, kjo është e lidhur me Instagram. Po, janë të dyja, janë të integruara te Meta Business është edhe Instagrami dhe Facebooku. Okej. Jemi tek të dyja. Këtu zgjedhim platformën se ku duam të postojmë, që në këtë rast kemi EduStation. Këtu kemi domethënë dy mundësi që mund zgjedhim ose foto ose video. Klikojmë foto, se nuk e di tani se çfarë ka Esmeraldo këtu, se s'do t'ja hap këto. Edhe marrim ose nga desktopi ose varet ku e kemi ruajtur në atë foton që dëshirojmë, ose që e kemi të shkarkuar, e klikojmë këtu dhe do na dal fotoja dhe çdo gjë na shfaqet te kjo pjesa këtu. Mund ta hap të shikoj se çfarë kemi, okay. Upload from desktop, ja të shohim se çfarë foto mund gjejmë këtu, po marrim foton e Esmeraldës. Ose të marrim prit, me që pas ka një për biznes, të marrim këtë. Iku mori like edhe. Ja, zgjedhim foton, hapi parë. Hapi i dytë është shënojmë një përshkrim ose diçka në lidhje me produktin ose me Vendosë poshtë description-in e kjo? po, description-i del poshtë. Ndjehuni e bukur, po e bëjmë me ne. Ja se do dal tani. Sekonde. Si që postimet Facebook. Në Facebook të del lart, në Instagram të del poshtë. Ja se po e bëjmë tani. Tekstit e foto. Ndjehuni bukur dhe mirë me ne. Kjo më erdhi për momentin. Bukur dhe mirë me ne. Okej, dhe të del këtu lart. Mos harroni gjithmonë që të përdorni sa më shumë emojis, pasi njerëzit i kanë shumë qejf të pjesën e emocion. Ti japësh emocion, si po ndihesh ti, sy me zemra, gjëra që janë që i bëjnë të ndihen mirë. Këtu kemi pastaj pjesën e hashtagjeve që mund të kërkojmë, që mund t'i vendosim ose që edhe mund t'i kemi ruajtur dhe pastaj është shumë e thjeshtë që ja ku e kemi ose e publikojmë tani këtu ose e skedulojmë. Do të thënë kur klikojmë skedulojmë këtu zgjedhim pjesën e ditës edhe të orës. Nëse duam të fshim skedulimin E bëjmë e ditë, po, e shkojmë tek e ditë edhe ndryshon orën, ose nëse do ta fshish ke edhe opsionin që jep delete. Mjafton të klikosh tek të shkosh ke postimin që dëshiron. Dhe pastaj mbasi kemi zgjedhur datën që ne duam, kemi zgjedhur edhe orën, klikojmë këtu të schedule. Edhe bëhet automatikisht. Edhe automatikisht kjo postohet në ditën që ne kemi vendosur. Vetëm keni diçka parasysh. Më ka ndodhur kur kam skeduluar se zakonisht Facebookun e skeduloj më shumë, keni parasysh dhe ju, në Instagramin skedulojeni më pak. Në Facebook kur ti skeduloni, kontrollojeni sepse kur bëhen këto ndryshime të algoritmeve nuk i poston. Ka raste që ti fshin. Do të thënë edhe duhet jeni pak kujdesshëm që ta kontrolloni her pas here apo postohen postimet. Mos e, do të thënë e bëre ti komplet javën që e ke skeduluar, shko shikoje nëse postimet tuaja po postohen dhe janë okay. Sepse mua më ka ndodhur që më shfshir një javë komplet sepse ka pas ato ndryshime të algoritmi i Facebookut. Si? ka pas Facebook update. Po, update, po, gjërat dhe më janë fshirë. Do të thënë, her pas here kontrollojeni kur bëni postime afatgjata. Nuk e din që se grupi online-it, e jemi okay, e kuptuat se si bëhet? Po, dakord. Unë e kuptova. Në qoftë se do të thënë provoje vetë sonte dhe nesër në mëngjes e bëjmë prap një si tip prove dhe e tregojmë prap. Në qoftë se nuk e bën dot, provoje sonte vetë edhe më thuaj nesër, po ashtu e bëjmë prap një përsëritje të vogël. Shumë faleminderit. Asgjë të lutem. Kjo ishte domethënë edhe pjesa që kam më shumë qejf që ta theksoj, e mbyllëm edhe pak kemi. Okej. Formula e përmbajtjes së marketingut. Thash, kjo është fusha që unë po investoj më shumë, që po fokusohem më shumë. Gjithmonë, nëse ne kemi përmbajtje efektive, kemi atë miksin atyre gjërave, informim, edukim, gjëra zbavitshme, ne sjellim vlerë. Kur sjellim vlerë, ne kemi më shumë audiencë. Domethënë, me vlerën që sjellim në anë të postimeve, informacionin që sjellim, do na sjellim më shumë followers, më shumë like, më shumë views, më shumë audiencë. Këta audiencë që ne kemi duhet t'i japim sa më shumë oferta, reklama të ndryshme. Dhe nëpërmjet këtyre ofertave që ne i bëjmë qefin, rrisim besimin dhe ndërkohë dhe ndërgjegjësimin për një produkt ose gjë të caktuar dhe në fund kemi atë shitjen. Do të thënë i gjithë kjo, si ta themi, zinxhir i gjërave janë shumë të lidhura me njëra tjetrën. Nëse ne nuk kemi përmbajtje efektive, nuk japim vlerë, nuk na vijnë followersat. Më kuptoni? Dhe po nuk patëm followersat, nuk kemi as se kujt ja bëjmë ofertën dhe reklamat.
edhe nuk rritet as besimi dhe cënojmë te pjesa e shitjes që kemi më kryesorën dhe çdo biznes e ka më kryesorin. Duhet që gjithë nga këto hallka të shkojnë shumë mirë që në fund kemi shitje dhe të kemi klient besnik. Tani nëse keni ndonjë pyetje, thash edhe nëse ju vjen diçka, mbajini shënimi, diskutojmë edhe nesër. Edhe faleminderit. Ishte kënaqësi. Grupi online-it, Faleminderit dhe juve. Faleminderit. nëse keni pyetje ose diçka, ju lutem mbajini shënimi, diskutojmë edhe nesër ose edhe më thoni na shkruani te grupi. Më fal. Nesër në orën 10 do na